Mirë se erdhët. Në këtë hapësirë do të flasim me dy vajza binjake. Ato janë Anja dhe Eda. Vinë në studio për të treguar marrëdhënien e tyre të fortë që prej fëmijërisë, jetën, studimin në Suedi dhe faktit që të dyja kanë vendosur të hapin një biznes në Stockholm. Aty ku kanë studiuar, kanë mbaruar studimet për menaxhim ndërkombëtar dhe vinë në studion tonë për të rrëfyer për këtë marrëdhënie e tyre të fortë, për t'i dalluar pak cila është më ekspresive, më emocionale, më e brisht, Anja apo Eda. Mirë se erdhët goca. Mirë se gjetëm, kënaqësi. Tani ju jeni identike apo jo? Ne jemi identike. Identike. Do mos herën e parë. Do mos me syrin e parë. Me syrin e dytë dhe të tretë mund të dallosh Anjën nga Eda. Për shembull, keni ndonjë element të veçantë që e dallon pak fare njëra nga tjetra, ndonjë nishan, ndonjë. Po, në pamje po. Mama bëj dallimi, kam një këtu. Ke një nishan shumë të vogël. Poshtë vetullës së djathtë. Dhe e mbajnë mend njerëzit. Krasin Eda, ty Eda me nishanin. Dali kthej pa kokë. Gjithmonë ndodh që kur dy binjake duam t'i dallojmë, gjithmonë duhet mbajmë mend ndonjë element tek fytyra e tyre, një detaj të vogël. Tregoni pak për jetën tuaj, për fëmijërinë tuaj. Kush është më e lirshme për të folur? E kem pasur shumë të lumtur. Si keni pasur fëmijërinë? Ka qenë fëmijëri shumë e lumtur, gjithmonë kemi qenë bashkë, nuk kemi ndarë ndonjëherë. Jeni veshur bashkë, njësoj të dyja që të vogla? Po. Ka qenë zgjedhje e prindërve, do thoya. Mami ka pasur shumë qejf të na vishte identike, dhe çdo rrobë që e blinte dy herë që të visheshin bashkë. Se kishit edhe një mos të bënte atë dallimin, besoj. Se thoshte pse ja ke bler më të bukur njerëz, po mua pse s'ma more. Ju keni lindur në Fier, apo jo? Në Fier, po. Edhe familja juaj aty është, aty jeton? Po, familja jetojnë në Fier. Ndërkohë, sa po mbaruat shkollën? Po, kemi qenë 17 vjeçe, atëherë kur mbaruam 17, fund 18 vjeçe që mbaruam gjimnazin në Fier. Edhe pastaj vendosëm që shkollën e lartë të bënim jashtë. E kishim të dëshirën që të venim jashtë Shqipëria. Nuk e dinim ku, si fillim, po që edhe kjo ka qenë një zgjedhje e prindërve për të vazhdojnë në Stockholm. Për shembull, në Stockholm. Edhe degën e studimit ishte për menaxhim ndërkombëtar. Po, për biznes, menaxhim ndërkombëtar dhe ekonomik. Ka qenë zgjedhje e prindërve, i kanë pëlqyer shumë stili nordik, edhe është një gjë totalisht ndryshe nga Shqipëria, kur tani që kemi pas 8 viteve që kemi jetuar, e dim ta bëjmë ato dallimi dhe është një komplet, është 360 gradë ndryshe. Është një jetesë pak më e qetë. Për shtatët kollaj, më tregoni pak ato vështirësit apo sakrificat e këtyre ndryshimeve të dukshme kulturore, që tek klima, të ushqimet, traditat, pra jeta juaj aty filloi nga e para. Po, me thënë të drejtë nuk e kemi patur ndryshim drastik, kemi pas gjithmonë njëra tjetrën dhe kjo na ka ndihmuar. Kjo ka lehtësuar. Na ka lehtësuar shumë. Nuk e di nëse do e bëja vetëm për shembull, nëse do ta ndërmirja si hap, të veja vetëm në një vend që është larg Shqipërisë, po edhe komplet ndryshe. Kështu që kjo pjesa që kemi pa njëra tjetrën na ka ndihmuar te kjo kur kemi lëvizur. Ka tregoni pak ndryshimet që kemi ne mes kulturës tonë edhe kulturës suedeze. Çfarë kanë më mirë ata dhe ndryshimi i parë që dhe nëse vete për një javë në Suedi e vëre direkt është thjesht natyra shumë e ftohtë. Do thonë e vëre tek njerëzit dhe në përditshmëri, në gjërat që bën. Janë pak më të distancuar, ndërsa ne shqiptarët jemi më të ngrohtë. Jemi pak më të ngrohtë, edhe kjo gjëra na ka munguar me të drejtën kur jeton për një kohë të gjatë. Ky është një dallim, pastaj një gjë që na ka pëlqyer shumë është organizimi. Edhe pak kjo qetësia të duhet ndonjëherë që të bëmë më produktiv, na ka bërë shumë herë më produktive, na ka ndihmuar shumë të fokusohemi. Edhe ka ato të mirat, si çdo vend, ka ato anën pozitive dhe ca gjëra që nuk të. Aty në universitet të dyja ishit në një deg, shkoni të dyja në shkollë, biznes të dyja. Kishit shok dhe shoqe nga Shqipëria? Në universitet? Jo, me thënë të drejtën jo. Ka qenë shumë pak, para 7 viteve kanë qenë shumë pak shqiptar në Stockholm. Tani vitet e fundit kemi bërë më shumë shoqëri dhe njohje me shqiptar, por në fillim jo, nuk kemi patur asnjë njohje. Shoqëria ka qenë internacionale, nuk kemi patur, po. Ruani marrëdhëniet ende me shoqet?
shumë. Normal. Besoj se fakti që nuk kemi patur familjen dhe kemi qenë vetëm, po jo vetëm, se kemi patur njëra tjetrën, mungesa e familjes na ka bërë që të lidhemi më shumë me shoqërinë, të jemi më social. Po. Në lidhje me ushqimin, për shembull, se kaluat nga një kuzhinë tradicionale shqiptare, që më mungon shumë. Që ju mungon shumë aty. Po jo, si ushqimi shqiptar nuk ka. Mase jemi mësuar me atë, jemi rrit këtu. Ka shumë ndryshim, më thonë, konsumojnë pataten shumë, gjë që unë dhe Eda për shumë nuk e keni patur shef që këtu. Jo. Po, nuk e di. Jam të tregoni ndonjë recetë aty në Stockholm që gatuan ata që kanë kështu. Patate me reçel. Patate me reçel. Me reçel shege shumë. Dhe me, si themi, meatballs qofte. Po që kjo është kombinimi tradicional që unë dhe Eda i mësuar pak më duke këto vitet e fundit. Se kur e provuam fillim ishim si e hani, jo reali si e hani. Ju gatuani vetë në shtëpi? Keni marrë një banesë besoj me qira dhe jetoni aty. Kush gatuar nga të dyja? Kush ka më shumë prirje? Të dyja. Kush ka më shumë kohë? Varet nga angazhimet, agjenda. Pastaj në fundjavë që jemi pak më të lirë, e gatuajmë bashkë, e kemi kështu si aktivitet në fundjavë që do shpenzojmë kohë bashkë. Jo se se bëjmë ditët e tjera. Tani gjatë javës ju jeni kudo bashkë? Pra keni shkuar, tani keni përfunduar shkollën apo jo? Po kemi 3 vite që kemi mbaruar. Dhe jeta shkollore ka qenë e pandar për ju? Pra të dyja në kemi qenë në një deg, edhe kemi patur të njëjtën shoqëri. Do të thënë gjithçka ka qenë e përbashkët. Ka qenë shumë e përbashkët. Është e bukur të kesh një motor binjake? Ju ngatronin në shkollë? Në shkollë, na ngatronin fillimi. Në fillim kur na shikon thotë, oh my god, do të thënë jeni shumë të ngjashme. Po pastaj kur kalojnë kohë thonë, shiko se nuk ngjani ai shumë, ka diferencë. Edhe në karakter, Po në karakter, cila është më karakter më i fortë ose çfarë i dallon karakteret tuaja? Unë mund të them që Anja është pak më spontane. Anja pak më spontane. Edhe në biznes ose edhe në jetën e përditshme vjen me ide shumë spontane. Edhe unë jam pak më ndryshe. Unë jam pak shumë e strukturuar. Duhet të mendoj gjëra, më organizuar, domethënë do planifikoj çdo gjë me detaje. Po, në para. Pra, jo domosdoshmërisht që ti jesh binjak, do të thotë kesh të njëjtin tip, të njëjtin karakter, komplet ndryshe mund të jenë tipet tuaja. Megjithatë, kush hap më shumë rrugë dhe për çfarë zjeni më shumë si motra? Më shumë tolerojmë shumë të dyja. Edhe fakti, shkose, nga që jemi 24 orë bashkë, sigurisht që ka dhe zënë, ka pa dyshim. Po, edhe biznesi që është gjithmonë me vendimarrje, gjithmonë janë ato diskutimet që kemi. Po që e kuptojmë të dyja që çdo gjë bëhet për biznes, për të mirën e biznesit ose për produktet. Sepse ju të dyja, pasi mbaruat shkollën, duke qenë se mbaruat një shkollë për biznes, menduat të hapnit një biznes nga zero të dyja, me iniciativën tuaj personale, pa ju ndihmuar kush. Më tregoni pak për biznesin që keni hapur në Suedi. Ka qenë një vendim edhe ky shumë spontan. Po sikur, nga ato vendimet të sikur. Do të thënë, emri i biznesit është vendosur shumë shpejt. Brenda sekondit. Ishte, okay, si do ja vëm, do hapim një brand, si do ja vëm. Dhe ishte ideja e Anjës që tha duhet të bashkojmë emrat tanë. Ta bëjmë pak më personale, pak brandin. Dhe pse zgjodhët pikërisht veshjet intime për të qenë brendi juaj edhe biznesi juaj që prej 3 vitesh operon në Suedi, në Stockholm, keni marrë pjesë në javën e modës apo jo në Stockholm dhe e keni shpërndar linjën tuaj në disa prej dyqaneve dhe qendrave të njohura të Stockholmit. Kështu që tashmë biznesi është konsoliduar për ju të dyja. Më tregoni pak fillimet, si është pritur, gjithçka që dizenjohet, kush merret me dizenjimin e veshjeve, si ka necur, tregoni pak për këtë eksperiencë. Sepse keni filluar nga zero të dyja. Nga zero, është nisur direkt, spontanisht. Fakt nisi si pasion, nuk ka nisur me idenë që do ta bëjmë biznes, ose do shesim. Ka qenë diçka, do dizenjojmë diçka për vete që na bën të ndihemi shumë mirë, edhe shumë feminin. Femërore, elegante. Edhe kemi dizenjuar badit e parë, që kanë qenë produkti i parë.
Ka qenë koleksioni i parë. Edhe vishnim kudo, i bëm një dizajn në 2 ngjyra. Si arritët të kontaktonit me fabrikat, pra këto janë proceset të cilat kërkojnë pak të këmbgulësh edhe të kesh iniciativë. Po, sidomos kur ja nis nga fillimi që nis jetën, pastaj nis edhe brandin. Po duheshin edhe ana financiare, po, dhe ana financiare, po. Direkt pas shkollës nga punuar në një kompani që ka qenë me veshje, edhe kjo më ka ndihmuar pak me kontaktet e supply. Ke punuar vetëm tjeta apo të dyja në të njëjtën punë? Pas shkolle Eda. Jo vetëm undam. Undat pastaj pas shkolle. Filluat punë të ndryshme, normalisht s'mund të punoni të njëjtën punë. Ku fillovi njëra dhe ku tjetra, dhe sa e vështirë ka qenë për të filluar në profesionin tuaj punë në Stockholm? Eda ka patur linjë biznesi, unë kam qenë mësuese matematike. Komplet ndryshim. Mësuese matematike ke punuar. Vazhdon të punosh edhe sot? Jo, pas biznesit, pastaj pam që biznesi ishte ajo që më pëlqente më shumë edhe. Po e kam bërë për 4 vite. 4 vite mësuese, në cilat klasa jepi mësim? Të 8 dhe të 9, ka qenë 9 vjeçare. Ka qenë eksperiencë e bukur? Ka qenë eksperiencë që më ka mësuar shumë. Shumë, jashtë profilit tim, po që më ka mësuar shumë dhe besoj, dhe realisht i përdor të njëjtat aftësi që ka marrë nga eksperienca edhe në biznes, pavarësisht se janë 2 gjëra të ndryshme. Më trego pak, si është ti jesh mësuese në Suedi? Çfarë ndryshimesh duhet të ketë me një mësuese në Shqipëri? Nuk e kam provuar, me thënë të drejtën, mësuese në Shqipëri, por... Po, ke patur mësuese këtu? Po, ka patur mësuese. Kështu që të është kujtuar eksperienca. Është shumë të rep të Shqipërisë, më duken mua. Janë më të rep të? Më të rep të Shqipërisë. Do me thënë, nxënësi konsiderohet totalisht ndryshe, si konsiderohet në Shqipëri, më duket. Ka pak ndryshim. Kam dëgjuar për shembull që mësuesit nuk i mësojnë, le themi, ato teori të vështira që ndoshta mund të jenë. Është më shumë praktika, është e vërtet. Është më shumë praktika në teren, në balë, në shi. Edhe nuk janë, me sa di dhe me sa kam parë, nuk është sistemi aq i vështirë. I Shqipërisë, si sa i Shqipërisë. Është shumë sistemi i vështirë. Ishte pagë mirë mësuesja? Është pagë e mirë, po, nëse je në atë fazën që sa mbaron universitetin dhe të duhet të kursesh për të krijuar diçka të tënden, siç ne me këtë plan kemi ecur, është pagë e mirë, po, ja del të jetosh mirë dhe të kursesh. Edhe të kursesh. Dhe ti kurseve, dhe i bashkove kursimet me gjithë punën e Edës për të hapur biznesin. Tani, me sa e keni nisur biznesin? Sa i vazhdashur për ta nisur? Të futemi pak në detaj. 10.000 euro. 10.000 euro e kemi nisur biznesin tuaj. Biznesin mund të nisë dhe më pak, absolutisht. Për të qenë më femërore. Kush i dizenjon? Të dyja. Ne kemi punuar me mentor suedez, kemi fituar një konkurs, dhe na u dha një vit mentori për të mësuar për trekun suedeze, për si funksionojnë gjërat. Që na ndihmoi shumë. Na ka ndihmuar shumë. Një fillim shumë i trajnim para. Kemi bërë trajnim për biznes. Na duhet të njihnim tregun, na duhet të njihnim konkurrencën, pastaj stili, kështu që na ndihmoi shumë si projekte. Familjarët tuaj ishin mbështetës çfarë absolutisht, po, që në fillim. Ishin skeptik, po çfarë do bëni në Suedi të hapni biznes? Jo, nuk kanë qenë fare, kanë thënë nëse do bëheni. Edhe kanë qenë gjithmonë shumë sportiv. Jemi mësuar se dhe familja ka qenë me biznes, babi ka biznes mbi 30 vite tani, dhe mësuar me atë frymën që doni diçka të tonë, të punuarit fort. Nuk e erdhi shumë surprizë pjesa që do hapim biznes, sepse janë mësuar që pastaj ne këtë ide kemi patur shumë të vogla, kemi patur këtë idenë që do hapim diçka bashkë. Mendojmë se jemi shumë mirë bashkë dhe kombinohemi shumë mirë tek mënyra si punojmë, edhe pse jo. Në një të ardhme kur secila të krijojë familjen e vet. Si e keni menduar këtë lidhjen kaq të fortë, të biznesin që u mban të dyjave bashkë në çdo moment? Biznesi do vazhdoj, pa diskutim. Nuk do të pengoj. Nuk besoj të na pengoj. Besoj nuk do bëhet pengesë. Nuk e di si, po nuk besoj të na bëhet pengesë. Pjesa që të kemi 2 familje të ndryshme absolutisht. Besoj se karriera është diçka tjetër dhe familja ka pjesën e saj në jetë. Kështu që secila plotson njëra tjetrën, nuk kemi pse i ndajmë. Ka 3 vite ky biznes që është në Suedi. Si ka ecur shitjet? Faktikisht ne jemi përgatitur nga mentorët, jemi përgatitur që vitin e parë
të punoni fort, por nuk do i shikoni ato të ardhura që si duket nga jashtë, që sa bukur, sa të ardhura, ne kështu jemi përgatitur. Por ne ka shumë pak ndryshe, me thënë drejtën. Biznesi eci shumë mirë që vitin e parë. U përkushtuam shumë tek 100% atë vitin e parë kemi bërë mbi 5 evente në vit që kanë qenë të mëdha për Stockholmin. Kështu që ka ju quat brandin tuaj personale quat në evente të ndryshme kulturore, apo jo? Në qendra tregtare. Në qendra tregtare janë Stockholmit. Po, 2 herë në javën e modës, në qendra tregtare që janë të mëdha. Dhe një herë kemi bërë një pop-up në qendër të Stockholmit. Është një zonë. Është një zonë që mbahen ja firma të mira. Kjo na ka ndihmuar shumë, përveç fakti që kemi punuar me influencer që njihen, edhe me stilist. Stilistë të njohur që i kanë ardhur dhe kanë vlerësuar brandin tuaj. Do ta vazhdoni në vitet në vijim? Absolutisht. Por derisa tani është dhe më i konsoliduar, sigurisht që keni menduar që ta përhapni dhe në vende të tjera? Shqipëria është vendi i dytë që po mendojmë. Po mundohemi, kemi një muaj që kemi pak kohë që kemi nisë në Shqipëri. Po planet për ta vazhduar normale janë shumë të mëdha. Kemi shumë goxha plane për produktet, për vendet, për strategjitë, kështu që më duket sikur nuk kemi bërë asgjë. Sigurisht diçka e vogël në fillim, por që ka shumë mundësi dhe kemi plane shumë herë më të bukura për. Po ka nisur nga zero gjithçka keni investuar edhe nga punët e mëparshme. Anja punoi mësuese pas shkollës së lartë, ndërsa Eda marketing për një kompani me veshje. Dhe kush investoi më shumë nga rroga në biznes? Pra 10 kanë qenë 5 me 5 në mënyrë të barabartë apo? Me thënë të drejtë nuk i kemi vënë aq rëndësi, asnjëherë nuk i kemi kushtuar rëndësi që po pse veti. Nuk e dim nga erdhën, nuk e di nga sa përqind deri nga thjesht kemi bërë bashkë, u bëm bashkë, çfarë do bëjmë me këtë lekën që kemi mbledhur dhe vendosëm të investonim. Ajo garderoba juaj që duhet të jetë shumë e madhe, besoj, se jeni goca të reja dhe padyshim ju pëlqen e bukura, ju pëlqen moda, ju pëlqen veshjet e bukura. Si është ndar? Kush ka më shumë, si i ndëroni veshjet apo keni të përbashkëta? Jo, i ndroni, këmbeni. Nuk kemi nga këtë që pse ma more. Jo, nuk e kemi problem fare. Jo, i ndrojmë gjithmonë. Biles është shumë mirë, kemi më shumë roba, kemi shumë mundësi kombinimesh, kështu që nuk e kemi problem këtë. Tani nga ju të dyja, kush është më kokforta? Me raste, të dyja do thoja. Të dyja jemi. Ka momente që nuk e toleroj fare. Do thëmë, vjemi ta i mendimi jone dhe mendimi im dhe... Do duhet shumë arsye për të bindur tjetrën ndonjëherë. Ndonjëherë jemi shumë të ngjashme në mendime, duam një palë të tretë ndonjëherë, që të thoj kush është pak më drejt. Dhe që nuk e keni aty? Një palë të tretë? Nuk e keni një sy të tretë? Kemi gjithmonë. Kemi gjithmonë, po në moment flasim, kur na duhet të vendosim të marrim një vendim të shpejtë, atëherë jemi... Po është gjithmonë motra, kemi motrën e madhe për këto vendime, që është gjithmonë në telefon. Pra ju keni dhe një motër tjetër? Po, kemi dhe një motër tjetër. Edhe një vë. Edhe një katër. Po, jeni 4, 2 binjakë dhe 2 fëmijë të tjerë, që janë më të mëdhenj se ju, apo jo? Ata jetojnë këtu? Ata janë, motra është 10 vite më e madhe, jemi më të voglat. Motra është në Gjermani, vllai në Shqipëri. Pra motra, vllai dhe pastaj erdhën 2 binjakët e familjes. Po, e donin një të tretë, edhe doli një tre surprizë. Dhe kaq të bukura dhe kaq të afta. Shumë suksese goca. Edhe përhapeni sa më shumë, duke qenë se ju përket edhe me studimet tuaja, ky biznes, kështu që besoj se ju ka vletur ato vitet e shkollës për ta menaxhuar më së miri biznesin tuaj dhe për të qenë fitimprurës. Ja vlen të bësh në Shqipëri një biznes të hapësh, me qenë se keni filluar, jeni në hapat e parë për të studiuar tregun në vendas? Absolutisht po. Unë mendoj në qoftë se ke pasion diçka dhe në qoftë se punon fort, diçka shumë e arritshme. Shumë suksese. Faleminderit që erdhët në Rezën tonë, shumë suksese në punën tuaj. Ne do të përshëndetemi së bashku me publikun, kalofshi një ditë të bukur, mirupafshim.